Ke dy mënyra, o do shëndoshesh, do vesh obez, ose do bësh palestër. Pra po thoni që zoti Meta e ka nga palestra. Po patjetër. O do bësh palestër, o do vesh obez. Nuk ka zgjidhje tjetër. Zoti Meta ka programin e tij aty prej 19 muajsh që ndodhet parapurkim, një program i cili i rigoros, padyshim ka shkruar, po bën një libër, po bën palestër, del atë një orë në ajrim që i kanë dhënë ata mënyra diskriminuese që ka zgjedhur Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Ministria e Drejtësisë për ta trajtuar zotin Meta, dhe ka atë programin e tij që nuk pra që e ka krijuar, e ka vendosur që në momentin që ka hyrë dhe dyshim, mos harrojmë diçka që mungesa, unë nuk e di ku e pa njerëzit në dyshimin e zotit Meta, thjesht se ishte zbardhur pak, po normale edhe ne kur rrim në shtëpi një javë apo në spital apo kudo, mësojmë një ndryshim. Po thoni mungesa e rrezatimit. Po patjetër tani mos bëjmë ne sikur zoti Meta ishte në kamp, edhe ishte me pushime dhe ishte në atë. Zoti Meta, pavarësisht sepse ai nuk ka dhënë asnjëherë vetëm, e ka lëshuar kurrë vetëm, por ka është dhe vazhdon të jetë në kushte diskriminimi aty në parapurkim dhe Komiteti i Erësimit i ka konstatuar këto fakte, ku ai ndonjë që në moment që ka hyrë parapurkim, ju e dini që ishte pa energji elektrike në tualet. Kështu që dhe ai nuk ma kishte thënë mua si avokat këtë, nuk është ankuar kurrë asnjëherë për kushtet e tij që janë aty diskriminuese. Dhe kjo është ajo të cilën ne duhet të merremi me, por këto nuk varen nga prokuroria, as nga gjykata, këto varen drejt për drejt nga qeveria, dhe në momentin që qeveria shqiptare ka zgjedhur një mënyrë kriminale, Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Burgjeve, në mënyrën më kriminale të mundshme për t'i bërë një trajtim psikologjik, për t'i bërë një mund të themi dhunë, mund ta quaj psikologjike.